Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka shënuar 100 vjetorin e themelimit. Në këtë përvjetor jubilar u vlerësua lart puna e institutit në ruajtjen dhe përparimin e shëndetit të popullatës. Këtu kryeministri në ndërheqje Albin Kurti tha se shëndeti publik është gur themeli një shoqërie në zhvillim, për të cilën u shpreh se do të bën investime. Do të vazhdojmë ta kemi prioritet të investojmë në shëndetësi, ndër sektor tjerë edhe në shëndetin publik, qoftë në infrastrukturë si ndërtimi dhe funksionalizimi i depos qendrore të vaksinave, renovimi i hapësirave laboratorike e investimet në qendrat rajonale të shëndetit publik, pastaj rritjen e numrit të specializantëve në lëmit të shëndetit publik. Ministri në ndërheqje shëndetësisë Arben Vitia tha se ky nuk është vetëm një përvjetor, por historia e rezistencës, përkushtimit dhe vizionit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka qenë gardian i shëndetit të popullatës tonë. Në këtë 100 vjetor të institutit falenderoj me përullësi të gjithë profesionistët, të cilët me përkushtim dhe sakrificë kanë punuar pa u lodhur ndër breza për të mbrojtur dhe përmirësuar shëndetin e popullatës në Republikën tonë. Drejtoresha ekzekutive e këtij instituti Ardita Baraku ka folur për suksesin, historinë një shekullore dhe punën që është bërë në IKSHPK. Ku jemi sot një shekull më vonë? Vizioni popullatës shëndosh, në mjedis të shëndosh, në një shtet të shëndosh, me mision për mirësimin e shëndetit të popullatës, përmes monitorimit të gjendjes shëndetësore, parandalimit smundjeve, promovimit praktikave të shëndetshme. Ky jubile përkon me datën historike kur me 5 qershor 1925 filloi shërbimi i parë higjenik në qytetin e Pejës, i mbështetur nga fondi Rockefeller i SBA-s. Ky shërbim shënon themelimin e shëndetësisë publike moderne në Kosovë dhe është baza e zhvillimit të mëtejshëm të shërbimeve higjienike dhe epidemiologjike në qytetet e tjera të vendit.